Mesi. Përgëzime për këtë 25 vjetor, për këtë përvjetor jubilarë të punës suaj të palodhshme e të pandalshme e aq shumë të çmuar, jo vetëm për komunitetin e biznesit dhe ekonomin, por edhe për gjithë emancipimin tonë shoqëror lidhur me zhvillimin ekonomik dhe përparimin e gjithanshëm. E nderuara Ministre Rozeta Hajdari, e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, i nderuari ushtrues detyre i drejtorit të Kiesës, zotri Zevdedaj, të dashur fermer, agrobiznese, përfaqësues të institucioneve, të pranishëm vendor e ndërkombëtar. Sot kemi kënaqësinë të hapim një ngjarje fort të rëndësishme për sektorin bujqësor dhe për zhvillimin rural në Kosovë, panairin Agrokos dhe Agroturizëm 2025. Në këtë ngjarje të përveçme përfaqësohen prodhues të kulturave bujqësore, përpunues të frutave dhe të produkteve blegdërale, kompani të makinerive bujqësore, pijeve artizanale, ambalazhimit dhe standardizimit, si dhe agroturizmi, një sektor i cili po kthehet në një pasuri të re për vendin tonë. Në 3 vitet e fundit, Qeveria e Republikës Kosovës përmes Ministrisë Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrit Tejet të Suksesshëm Faton Peci ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të fuqizuar këtë sektor jetik. Për herë të parë janë ndarë 300 milion euro për 120.000 fermer, përmes granteve dhe subvencioneve, me që rast mbështetja për grurin është rritur me 275%, për bujqësinë organike me 500%. Janë rehabilituar sisteme ujitje për mbi 11.000 hektar dhe është rritur për 50% toka e punueshme bujqësore për vetëm 4 vjet, nga rreth 80.000 hektar në mbi 120.000 hektar. Ulja e importit dhe rritja e eksporteve vjet qartë nga viti 2019 deri më sot. Eksporti i domateve, zarzavateve dhe perimeve të konservuara është shumë fishuar. Prodhimi vendor dhe konkurrueshmëria e produkteve tona në tregjet e huaja është rritur. Në blegdëri kemi ndarë mbi 13 milion euro për ndërtimin e 93 stallave të reja, shtimin e mbi 2000 krerëve gjedh dhe blerjen e 10 traktorëve. Digitalizimi, transparenca dhe lufta kundër korrupsionit po ashtu kanë qenë prioritete në çdo hap, nga matrikullimi i kafshëve deri te monitorimi i pyjeve me dron, me kamera dhe me GPS. Për herë të parë janë kthyer në pronësi të shtetit prona me vlera miliona euro, të cilat më parë ishin tjetërsuar në mënyrë të palegjshme. Kemi kthyer besimin te ligji, te drejtësia dhe te mbrojtja e pasurisë publike. 30.000 fermerë në baza vjetore janë dëshmitar përfitues të angazhimit të Ministrisë dhe Qeverisë në përgjithësi. Nderuar pranishëm, të gjitha këto nuk janë vetëm të dhëna, janë dëshmi se Kosova po punon për një bujqësi moderne, të drejtë dhe të qëndrueshme. Sot, më shumë se kurrë, bujqësia nuk është sektor i së shkuarës, por i së ardhmës sonë ekonomike. Në këtë rrugtim, partneriteti me ju, fermerët, agrobizneset, investitorët dhe organizatat zhvillimore është çelësi i suksesit tonë të përbashkët. Ju falenderoj për besimin dhe punën tuaj, urime hapje e panairit dhe suksese gjithnjë më të mëdha nga bashkëpunimet të cilat do të lindin edhe prej këtu. Ju falenderoj. Vërtet jam nderuar të jem në hapjen e këtij edicioni 25 të këtij panairi Agrokos dhe Agroturizëm të organizuar nga CEO,
dhe me mbështetjen financiare nga Agjencia për Investimeve për krahjen e ndërmarrjeve në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Ky panajër pritet që të ketë bashkuar 100 biznese ekspozuese nga Kosova dhe rajoni që synojnë rritje përmes bashkëpunimit, prezantimit produkteve me vlerë dhe risive teknologjike nga zhvillimit më të fundit në industrinë e përpunimit të ushqimit, prodhimit të pijeve, si dhe në sektorin më të gjerë të industrisë së mikpritjes, pra akomodimin dhe shërbimet e gastronomisë. Objektivat e qeverisjes sonë synojnë gjithmonë të sjellin diversifikim ekonomik nëpërmjet zgjerimit të prodhimit industrial drejt aktiviteteve me vlerë më të lartë të shtuar, përmirësim të konkurrencës dhe shpalosje të kapacitetit inovativ, që rezulton në potencialin e eksportit dhe përmirësimin e bilancit tregtar, si dhe për shpejtimin e transformimit digjital në sektorin privat dhe në prodhim. Dhe kështu duke besuar fuqishëm në punën dhe përkushtimin e ndërmarrësve tanë, potencialin e pashpalosur të industrisë sonë vendore, gjatë këtij mandati qeverisjes kemi shumë fishuar mbështetjen financiare ndaj sektorit privat dhe kemi sjellur reforma të guximshme për ambient të shëndosh për të bërit biznes të drejtë dhe konkurrues për nxitjen dhe mbrojtjen e investimeve të përgjegjshme dhe të qëndrueshme. Për shembull, vlera e vetëm një skeme të tanishme të granteve nga Kesa, në mes shumë skemave tjera për mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme në Kosovë, për blerjen e makinerive të avancuara prodhuese, është rritur ndjeshëm nga sa ishte 500.000 euro në vitin 2021 në plot 5 milion euro për vitin 2025, pra një rritje 10 fish për vetëm një skem, dhe tani duke vazhduar kjo agjenci edhe me skemat në radhë. Kjo dëshmon mbështetjen serioze të qeverisjes sonë ndaj sektorit privat, ku përveç kësaj mbështeten edhe 800 biznese vendore me potencial eksporti me vlerë për 25 milion euro, mundsuan pjesëmarrjen e 450 bizneseve në promovimin e produkteve vendore në 54 panajire ndërkombëtare, ku prej tyre ishin 33 panajire të industrisë së ushqimit. E me shumë reforma tjera, duhet përmendi sot reformën përmes projekt ligjit për inovacion dhe ndërmarrësi, që synon të krijojë një strukturë të fortë mbështetëse për inovacionin dhe të mundsoj themelimin e funksionalizimit të fondit për inovacion. Ky do të jetë një instrument thelbësor që do të shërbejë si platformë mbështetëse për individet dhe ndërmarrjet që përfshihen në aktivitete me inovacion, duke forcuar kështu sektorët industrial dhe ndërmarrësinë. Ky fond i inovacionit e ndërmarrësisë është një investim për të ardhmen e Kosovës, është një dëshmi se ne besojmë në potencialin e njerëzve tanë dhe në fuqinë transformuese të inovacionit. Të nderuar të gjithë ndërmarrës që jeni pjesëmarrës në këtë panajër, ju inkurajoj të krijoni sa më shumë lidhje bashkëpunimi në mes bizneseve vendore dhe nga rajoni. Ju inkurajoj të merrni një pjesë edhe në sa më shumë panajire ndërkombëtare, si për shembull në panajirin më të madh ndërkombëtar të industrisë së ushqimit dhe pijeve, si Al Paris, ku morën pjesë në vitin e kaluar 8 biznese nga vendi ynë, dhe po ashtu ju inkurajoj të krijoni lidhje me investitorët nga diaspora dhe investitorët e huaj, si një rrugë efektive për forcimin e aftësive konkurruese për transferimin e inovacionit në ndërmarrjet vendore, si dhe për të përshpejtuar integrimin në zinxhiret ndërkombëtar të vlerës. Kështu, ne mund të ndërtojmë një Kosovë vërtet lider në rajon për inovacion, teknologji dhe më shumë për zhvillim industrial në vendin tonë. Kjo bën si vjetë panajirin Agrokos ndryshe dhe ne na bën të ndihemi mirë, dhe kjo është mesazhi që kemi diskutuar edhe me Ministrin Hajdari, edhe në panajirin Expokos me Zavans Kryeministrin Bislimi, që pavioni prodhuesve vendor do të jetë pjesë e panajireve të rregullta gjatë viteve në vazhdim. Bishpak, man.